Aktualisht apo në ndikon? E punëtuar në SBI po shkruan. Prokuria Speciale e Republikës Kosovës, duke mbështetur në dispozitat ligjore të kodit procedurës penale, ka ngritur akt akuzë kundër Panderës Jelena Gjukanović me dhënat e cekura si në proces verbal, e që gjendet në masën e paraburgimit nga data 28/02/2025, sepse nga data e pacaktuar e në vazhdimsi deri në momentin e arrestimit të saj, me datë 28 shkurt 2025, në cilësinë e zyrtarës vendore të misionit të OSBE-s në Kosovë, pranë zyrës rajonale në Mitrovic, në pozitën zyrtare e programit kombëtar në qendrën rajonale në Mitrovic, me vetdije të plot dhe me dashje direkte, ka kryer veprime të përsëritura që përbëjnë ndihmë aktive për veprimtarinë informative të një shërbimi të huaj, konkretisht të Agjencisë për Inteligjencë dhe Siguri të Republikës së Serbisë, e njohur si BIA, duke i ofruar të dhëna, dokumente dhe informacione të ndjeshme të siguruara gjatë ushtrimit të detyrës së saj zyrtare në kuadër të aktivitetit të misionit të OSBE-s. Përmes këtyre veprimeve të qëllimshme, e Pandevra ka cenuar rendin kushtetues dhe sigurinë kombëtare dhe ka vënë në rrezik serioz jetën dhe sigurinë personale të zyrtarëve shtetëror, qytetarëve të vendit. Navodi, I vetmi rrezik të cilën e plotson prokuroria, a koja se može razmatrati, që mund të shfrytohet, jest to opasnost od bekstva. është rreziku i ikjes. Stoga predlažem sudu Prandaj i propozoj gjykatës određivanje mere jemstva caktimi i masës së dorëzanisë i kućnog pritvora dhe arresti shtëpia za Jelenu Đukanović, për Jelena Gjukanovićin, Edhe lidhur me propozimin akt akuzë, rrezik për ato, edhe propozimet e mbrojtjes tani, i edhe propozimet e mbrojtjes tani, odbrane sada, për të gjitha këto za sve ove, do të vendosë me akt vendim të veçantë odlučit će posebnim rješenjem jashtë seancës.